Eklipsi i diellit i shfaqur në qiellin mbi qytetin ton gjatë paraditës së sotme u përcoll me kurreshtje nga qytetarët ferizaes. Për të parë se si hëna shtrinte mbretërinë e saj hënore në mes tokës dhe diellit, qytetarët mbërtheheshin në habin qiellore duke mos i fshehur emocionet e tyre. Ata kishin zgjedhur forma të ndryshme që të ndjeknin këtë fenomen natyror, dikush me syze të improvizuara, ndonjë tjetër me mbrojtës saldimi, i ndiqnin zënjen e diellit që rreth orës 10:45 arriti kulmin. Ndonjërit i pikonin lot nga rrezet e fuqishme, kurse të gjithë pajtoheshin se është një mrekulli e natyrës. Kishte të atill që mendonin se është fuqi e Zotit, derisa të tjerët e merrnin vetëm si një ligj të fizikës. Interesanta si mjallojta kë, a e kovisin e modhe, a e bëshkatush. Ky fenomen e eklipsit është simbas natyrës, që ase prej natyrës vjen çdo 16 vite, në 10 vite që shi vjen kjo ase edhe por para këshëm me dëgjoj ma xhio konën me ase bashëm të përcjellën që disa herë e përcjellën me syze këtu drejtare më boshit se që shkon ai kjo. Ndërkaq fizicienti Ferizaes thot se nuk duhet të besohet në bestytni, sepse është një proces që përsëritet gjatë rrotullimit të tokës përreth diellit, gjithsesi kur me hënën renditen në të njëjtin drejtim me yllin më rrezatues në galaktik. Kjo është një dukuri që përsëritet në intervale, herë më të gjata, herë më të shkurta, është si rrjedhoi e pozicionit të tokës ndaj diellit përkatësisht të pozicionit të hënës ndaj tokës dhe diellit. Edhe pse dielli për nga mos është shumë e madhe se toka, mirë për shkak se është shumë më afër këtu, atëherë ka mundësi që të ndodhen edhe kjo dukuri. Ne këtë mund ta vërtetojmë në jetën e përditshme, nëse përshon dritës në dhomë, ja vëm një trup, kur i afrojmë dritës nuk mund të mbulu. Kur i afrojmë, kur e largojmë prej tij shumë, atëherë dukuri pra është evidente vrehet. Fenomeni kur hëna hyn në mes të tokës dhe diellit për herë të fundit ishte parë më 4 janar të vitit 2011, ndërsa eklipsi tjetër i pjesshëm që do të mund të shihet te ne pritet më 21 janar të vitit 2020. Ndoshta zënjen e atëhershme të diellit në qytetin ton do ta presim me të organizuar nga ndonjë asociacion apo institucion shkollor për të mundësuar qytetarëve një vrojtim më të organizuar.